pak rrezik që e ka caktuar Allahu i Madhëruar. E sot këtë ditë do të flasim për shkaqet që e bën njeriu me arrit rrezikun, apo ose me marrë rrezikun. Pe shkaqet Allahu i Madhëruar i ka përmend nëse ishëm pyeta çka shkaq i marrë rrezikun, ishim me thënë se me punu sa më shumë. Ne dojmë të shumë sa më herët, e më këthyas, që që i shumë ta. E Allah për nësë ndryshe. Për shkaqet i të rrezikut është takva Allahu dhe vëshmëria ndaj Allahut azza wa jalla. E po thot pejgamberi Zotit alayhi salatu wassalam në një hadith, thotë nëse ishim shtej e tawakuli, e para është tawakuli, shtejtja në Allah azza wa jalla. Thotë nëse ishim shtej në Allahun, me mbështetje të vërtetë, apo thotë kishim arrit rrezikun, kishim zbrit rrezikun, ashtu sikur se zogu që del bark shprazur, edhe kthehet bark mbushur, shumë thjesht. Mjafton me pas mbështetjen dhe dijen dhe bindjen që Allah cakton rrezikun. E jo që është medalje, apo a do të punu, mos me punu, po ne jemi në dëshmitar të jetës tonë. Çdo ditë punojmë njëjtë, po çdo ditë rreziku është në njëjtë. Nëse hapim është një dyqan, ka me hapim në gjesit e imramje. Çdo ditë të njëjtën orar, por se rreziku nuk i vjen gjithë njëjtë. Kjo i vjen që rreziku është caktuar nga Allahu, dhe kjo është prej shkaqeve, domthonë tawakuli, mbështetja, është prej shkaqeve që bën me afru rrezikun. E dyta ka thonë takwa dhe vëshmëria. Po thotë, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Po thotë kush i friksohet Zotit apo Allahu ka më dhënë makhraje jetë në rrugë. Ai po ka ngjarë të bllokon punë. Edhe nuk di ka e marrë. Thunë që dash i quva burtë dhe s'di çka me bën. Për çfarë po thonë Allahu i Madhëruar? Kush i tutët Zotit ka dëvshmëri, apo Allah i ban rrugdalje, ku të bllokohet i ban rrugdalje. O i yarzuquhu min haythu la yahtasib, dhe e furnizon një lloj furnizimin, po të ka se pratësh. E mënon njeriu me kokën e vet se çysh me arrit që të rrugdalje, që të bllokohet, që e ka, i mënon opsionet, por se këto tash rreziku ka ardhur krejt i rrugës tjetër. Sepse kjo është për shkak të dëvshmërisë se robi që nuk e zgjidh me marrë pasurinë haram, e zgjidh me pas lidhje me Allahun azza wa jall dhe është i bindur ndaj urdhave të Allahut. E kjo Allah për shkak se sonë e ban rrugdaljen dhe furnizon ka se pratësh. E treta po thotë me shkaqe, shtimi të rrezikut është silatu rahime. Është lidhje familjarore e cila fatkeqësisht në kohën e Zotit, e sidomos në pas pandemisë e ka marrë një thymje të madhe. Po flasim për vetës e të poshtë. E shumë që lidhjen që i ka pas më herët me familjarët tonë, nuk e kemi. Kemi arsye të thonë që jemi të angazhuar shumë, kemi punë shumë, jetë dinamike, kemi këto arsye. Apo nëse 2 milionë të familjarëve do ta kryejnë një punë si e nxorr, a e gjon derën, po vallahi as nisi do të pret. Natë vjen, i thon fal që dhe ma ka shkuar, po jam nxorri kështu dhe kështu ma kryejnë punë. Pse? Se ti nxorr, tu drejt çat vështirësie. E nëse kupton drejt se lidhja parafisnore është një shkaqe që e shton rrezikun edhe të prit rrezikun. Jo vetëm kështu. Nëse shkutet lidhja parafisnore, shkutet edhe rreziku dhe breçeti. E drejta me kësajna është lidhja parafisnore. Edhe ka ardhur një hadith interesant, do thotë men ahabba an yabsata lahu min rizqihi po thëtë jumë sa lahu min atharihi. Thëtë kush dëshiron me zgjeru rrezikun edhe të shpeshu jetë gjatësia qëto. A i kemo njerëz të ketë dojnë jetu sa ma gjatë. Apo se shta të shpërije njeriut. Kush të pranon me thonë qëto në gjami, kush të juve pranon së të tek. Mi thonë me lau që të dike sa e gjama shpërije. Vallaj për kërësish qëto. Sepse të ka të shpëris njëtë është me jetu sa ma gjatë. Edhe me vështirësi. Do shallë me zhungi edhe ideal të krejt, a pesë që me pranon të vdekje. E këtu po thëtë, apo dëni me shtu rrezikun edhe e gjatësien, të thonë mani lidhje farfisnore. E ka thonë që një gjatësia atë shtohet me numra, ke mos me jetu 60 dhe në 70 vjetë, a ka kohëtën tjetër, njëna për kuptime është jetë shtohet numrat.
je gjatësia. Njëra për kuptime është që jetën qatë sa të shkru, por se përreqiti që ki që atë njët, apo, është se mjetu pak i bëjë në të kushtipe. E Imam Nevoiu, likme që këna shliku gjithë gjuma, thët ka jetu 40 vite, o shërej për libre. Ka shkru qatë shumë libra, sa që na në nësë me ledzu, apo, bëna kisë në vrina qatë që të sejmaj. Vishë mi ledzu, ju i shkru. E ku është kusha e fëmijëris, e pjekurijës, e morjes dhijës, që e ka nërgju kejtë që ka të dhejqe. Në fondi ka me fat jetë për i shkru, i ka të në që. Sa që për një ditë vetme, 14 dhejë që i kanë, 14 dhejë ka shku me morë të një. Qështu ka qenë jetë e breqeshe. Ka shku, sot halaj e ledzu në një vetë ti. Për shkak që ka thonë breqet jetës ti. Edhe ka shkaqe të cilët do t'i përmendmi edhe në gjumat tjera, janë edhe 3 dhe 4 shkaqe tjera, që banë Allah me ashtu rësmën dhe jetë gjatësi në rogën për shkak të lidhjes, matjes, apo punimeve të aty në punë, e Zotin na falë në shëroj, e kuletorin dhe